Bashkëpunimi ushtarak mes Maqedonisë së Veriut dhe Gjermanisë po hyn në një fazë të re, pas vizitës së shefit të forcave të armatosura gjermane, generalit Karsten Breuer në Shkup. Të dyja palët rikonfirmuan partneritetin strategjik në kuadër të NATO-s me fokus në sigurinë, modernizimin e armatës dhe zhvillimin e kapaciteteve ushtarake. Shefi i shtabit të përgjithshëm të armatës, general-majori Sashko Lavçinski, theksoi se partneriteti me Gjermaninë ka sjellë rezultate konkrete përmes trajnimeve, shkëmbimit të përvojave dhe zhvillimit të kapaciteteve ushtarake. Голем број наши припадници се обучуваат и усовршуваат во вашите реномирани едукативни центри, стекнувајќи знаења и искуства кои активно се преминуваат во нашата армија. Посебно ја цениме професионалноста и стандардите кои ги пренесува на нашите армијски единици како лидери во командните структури на армијата. Generali Karsten Breuer theksoi se bashkëpunimi mes dy vendeve duhet të vazhdojë të forcohet përmes zhvillimit të kapaciteteve ushtarake, shkëmbimit të përvojave dhe projekteve konkrete në fushën e mbrojtjes. Maqedonia e Veriut luan një rol të rëndësishëm si faktor stabiliteti. Ajo vepron si një partnere e qëndrueshme e NATO-s që forcon rajonin, aleancën dhe sigurinë evropiane. Edhe Gjermania e vlerëson shumë këtë rol, prandaj dialogu dhe bashkëpunimi ynë janë kaq të rëndësishëm. Bashkëpunimi ynë duhet të mbetet praktik dhe me rëndësi ushtarake, siç e përmendët edhe ju, së fundmi u dakorduan për shkëmbimin e pajisjeve ushtarake ndërmjet forcave tona të armatosura. Generali Breuer u prit edhe nga ministri i mbrojtjes Vlatko Misajlovski, ndërsa do të zhvillojë edhe takime edhe me presidenten Gordana Siljanovska-Davkova dhe kryeministrin Hristijan Mickoski. Vizita e tij konfirmon partneritetin e ngushtë mes dy vendeve dhe angazhimin e përbashkët për forcimin e bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë rajonale.